Atëherë vazhdojmë me sekuencën pyetje-përgjigje pak nga koha ime e lirë. Sigurisht pa emër nga mesazhet. Përshëndetje doktor, shpresoj që je mirë. Kam një pyetje për ju, nëse mund të përgjigjesh FLM paraprakisht. Kam një dhimbje në gjoks afro 2 muaj. Kam qenë te mjeku, kam bërë EKG dhe rezultati ka dalë normal EKG. Tash që EKG ka dalë mirë, nuk po di se çfarë problemi mund të jetë. Dhimbja zakonisht shtohet kur jam shtrirë. A mund të jetë ndonjë vene bllokuar dhe a është e mundur që EKG nuk mund të tregojë rezultat për venat afër zemrës, pasi dhimbja është në mes të gjoksit dhe afër zemrës shpesh herë. Atëherë, për fat të keq, nuk mundem që thjesht me anë të këtij mesazhi të them se nga çfarë janë dhimbjet. Por i ftoj të gjithë ata që kanë shqetësim dhe kanë përtesë më shumë për të shkuar te mjeku, që t'i hedhin një sy videon ku kam përshkruar në detaj dhimbjen e gjoksit. Kur duhet të bëhemi merak dhe kur nuk duhet të bëhemi merak. Ajo që më ke shkruar është që dhimbja nuk është gjatë aktivitetit fizik, por në momentin që pacienti shtrihet. Atëherë janë 3 kritere që flasin gjithmonë për një angina pectoris tipike, pra dhimbjen e gjoksit tipike nga zemra. Është pozicioni i dhimbjes, që quhet ai pozicioni retrosternal, por e them gjithmonë retrosternal, thon pacientët, ku të dhem? I them, ne kam zakon, ku të dhem? Çoje dorën, i them pacientit. Pacientët që janë me zemër e bëjnë ose grushtin kështu, ose e hapin këtë plemën, edhe thon, këtu doktor, këtu më dhem. Numri 1, dhimbja retrosternale, po jo këtu. Do me thënë, sa vjen pacienti dhe thot, te kjo pika këtu fix, më dhem këtu në një pikë, unë aty e di direkt që, do me thënë, kam ato dyshimet e mia pasaj, që nuk ndizen ato kambanat e alarmit. Pra, përhapja këtu e dhimbjes. Numri 2 është që dhimbja fillon, do me thënë, dhe përkeqësohet gjatë aktivitetit fizik ose emocional, ku tipike është ngjitja e shkallëve, ngrënia e një vakti të rënd, ose në rastet më të rëndja dhimbjet në mëngjes kur pacienti zgjohet nga gjumi. Dhe këto dhimbje, përveç se zgjasin, nuk janë shpime, janë dhimbje, qetësohen ose pushojnë fare kur pacienti e ul aktivitetin fizik ose ri në pushim. Dhe numri 3 është që dhimbjet përmirësohen kur pacienti merr nitroglicerin. Po kjo është te pacientët që ja dinë çik kësaj pune. Pra në qoftë se përmbushen këto të 3 këto kriteret, kemi të bëjmë me anginën tipike. Është gjithmonë nga zemra, në qoftë se i ka të 3 këto kriteret. Por në qoftë se ka 2 nga kriteret, quhet ajo angina atipike. Edhe angina atipike do një kontroll të kujdesshëm kardiologjik. Por, në momentin që dhimbja takohet kur pacienti shtrihet, më bën mua në princip, thjesht nga ky mesazh, të mendoj që nuk është patjetër nga zemra. Çfarë mendoj? Mundet që të jetë dhe një problem me shtyllën kurrizore, që pacienti shpesh problemet me shtyllën kurrizore mund të përhapen dhe përpara këtu në gjokë, se pacienti i ndjen këtu përpara, dhe çfarë është këtu përpara, zemra ka gjithmonë frikë pacientët. Tjetra që duhet të them është që thjesht me një EKG nuk mund të përjashtojmë një problem me zemrën. Mjekësia ka përparuar shumë, ekzaminimet kanë përparuar shumë,
anamneza e kujdesshme e një mjeku është baza, por dhe ekzaminimet sigurisht ku unë do të sugjeroja në këtë rast një konsult kardiologjike ku përfshihet një eko që është bazike dhe përveç ekos ajo që do të sugjeroja gjithashtu është prova ushtrimore. Sigurisht në moshën që ke është e rëndësishme që të kryhet. Dhe në qoftë se këto ekzaminime dalin mirë dhe në qoftë se prova ushtrimore del mirë dhe në qoftë se ato simptomat nuk janë tipike, atëherë shikojmë shkaqet e tjera.